Në një punishte të vogël në Ishull Lezhë, Gjovalin Dreu i jep jetë tingujve të traditës shqiptare. Mes aromës së drurit dhe veglave të punës, 62 vjeçari punon çdo ditë prej 4 dekadash për të prodhuar instrumente muzikore popullore, nga qiftelia e Sharkia deri tek lahuta. Ky zanat, thot ai, është trashëgimi familjare, pasi mjeshtërinë e ka marrë nga babai i tij dhe prej vitesh ka vijuar të njëjtën rrugë, edhe pse puna nuk është as pak e lehtë. Ka rreth 40 vjet që merrem me këtë punë. Këtë kam trashëgim nga baba. Realizoj qifteli të llojeve të ndryshme, nga më e vogla deri te mëdha të Sharkia, mini Sharkia, qiftelia, lahuta. Teksa demonstron teknikën e punës, ai shpjegon se çdo instrument kërkon shumë përkushtim dhe punë të imët. Sipas tij, në një muaj arrin të prodhojë deri në 5 instrumente muzikore. Shkalla e vështirësisë këtu është shumë e lartë. Se precizioni është shumë i lartë. Do të ndash, sidomos ndarja e perdeve është me milimetra. Edhe druni duhet zgjedh druni. Se ka drun që nuk punohen. Lana e parë nuk gjinet, kryesisht nuk gjinet këtu, duhet me shku në Tiranë me gjithë lanën e parë. Marrëm dhe nga jashtë, dhe vjen dhe nga jashtë, lanën e parë. Sharkia do kohë më shumë, një qifteli po këto merren 5-6 bashkë prej heri, edhe shkojnë një muaj. Me punu intensivisht, me punu nga 10 orë në ditë. Shkojnë gati një muaj. Se ka disa procese. Fillon me procesin e parë me dronin, me cungun e dronit, do ta ndash për gjys. Qa është punim dore, nuk kam asgjë me makineri. Kërkesa për instrumente tradicionale mbeten të konsiderueshme, jo vetëm brenda vendit, por edhe nga shqiptarët jashtë kufinjve dhe të huajt. Megjithatë, Gjovalini thot se e mban këtë zanat më shumë nga pasioni se sa përfitim. Tash kanë filluar dhe rinia, ka kërkesa edhe këtu, ka edhe kërkesa edhe jashtë. Kryesisht kam postuar në Amerikë, në Francë, në Gjermani, më shumë nga pasioni. Se po të ishte përfitim, nuk kanë ashtë kufitim, se lana parë duhet ble me lek, bojnat janë gjithë ato që kushtojnë shumë. E kosa nuk del, nuk mund ja marrësh vlerën e punës tonë kur. Krahas prodhimit të instrumenteve, Gjovalin Dreu është edhe interpretues i qiftelisë. Ai ka edhe një mesazh për brezin e ri, të mos i harrojë dhe të ruajë traditat folklorike shqiptare. Për brezin e ri kam një mesazh që të mësojnë sa më tepër nga tradita jonë popullore kulturore, me lahutën, me qiftelin, me Sharkin, me këngën popullore, që ta qojmë traditën tonë sa më përpara. Në një kohë kur traditat po zbehen, puna e Gjovalin Dreut mbetet një dëshmi e gjallë e pasurisë folklorike shqiptare.